Ku largohet një shkrimtar i përmasave të Ismail Kadares, fjala është gjithçka që mund të themi. Është njëkohësisht ajo që mbetet, sepse megjithatë vetëm fjala mbetet. Dhe është pothuaj e pamundur të gjejmë fjalët e duhura për mjeshtrin e shqipes që krijoi një univers të tërë, një herazi të njohur dhe të panjohur, të largët dhe të afërt, një simbioz e rrallë mes së kaluarës dhe të ardhmes, përmes kujtesës dhe imagjinatës. Një personazh i njërit prej romaneve të tij tragjik do të thoshte me qetësi: erdha të flas, jo të lëvdoj Ismail Kadaren, sepse Kadaren nuk ka nevojë për lavdrime. Ai ishte dhe mbetet vetë lavdia. Në jetën e tij, si në krimtarinë e tij, ai nuk kërkoi zbukurime. Ishte përbustar ndaj tyre. I qetë në vetmi, i rezervuar në publik, po për herë magjik në fjalë, Kadaren mbetet simbol i dinjitetit. Vepra e Kadares i kaloi me kohë kufijtë të Shqipërisë dhe të botës shqiptare dhe u bë pjesë e patrimonit të letërsisë botërore. Kadareja do të lexohet dhe vlerësohet në vazhdimsi, pasi mesazhet e veprës së tij, stili dhe forca e fjalës dhe mendimit e bëjnë veprën e tij aktuale, tërheqëse dhe emancipuese për të gjitha kohërat. Kadareja shkroi dhe në diktaturë, por vepra e tij përkthehet, lexohet dhe vlerësohet një lloj na lexuesit në gjithë botën, pavarësisht cilës kulturë apo cilit sistem politik i përkasin.